Mala, unë do ju pyes edhe më konkretisht për disa marrëdhënie, se si ishin në periudha të ndryshme, jo vetëm me pjesën tuaj, por edhe të bashkëpunëtorëve ti, apo ish koleg tuajt, apo koleg. Por më lejoni t'ju pyes, Fatos Nano është bërë kryetari socialist në një kohë kur trupa e partisë ishte komuniste. A ishte procesi i reformimit të partisë së punës një nga arritjet me cilat do të mbahet mend Fatos Nano? Patjetër, riorientimi i partisë së punës drejt një partie të majtës europiane është investimi më i madh. Por brenda këtij kontributi, brenda Partisë Socialiste ishte edhe demokratizimi i saj. Kishe frymë të lirë të diskutoje, nëse të bie dakord shpreh mendimin tënd, të përzgjidheshin njerëzit me një proces të hapur dhe konkurrues. Pra, brenda këto dy pjesë bashkohen te trashëgimia e Partisë Socialiste. Janë të shkojnë bashkë. Kur Nano ishte kryetari i Partisë Socialiste, një pjesë të mirë të kohës, kryeministër i qeverisë Partisë Socialiste ka qenë Bashkim Fino, Ilir Meta, Pandeli Majko. A ishte kjo zgjedhje imponuar nga rrethanat të zoti Malaj, apo edhe tolerancë dhe ndarje e pushtetit nga Fatos Nano? E para zgjedhja e Bashkim Finos ndjes pas u bë përpara se Nano të dilte nga burgu. Dhe zgjidhja u gjet sepse u bë një kompromis kombëtar për gjetur zgjidhjen e krizës 97-s. Kështu që Partia Socialiste do kishte kryeministrin dhe aty u propozua bashkimi. Pastaj zhvillimet që kanë kanë qenë më vonë, kanë qenë për shkak të zhvillime edhe brenda vendit edhe brenda Partisë Socialiste. Për shembull, 98-a solli një organizim tjetër të qeverisë e cila do të drejtohej nga Pandeli Majko. Dhe më vonë në atë duelin e tyre të heshtur, Meta do të merrte qeverisjen e vendit, sigurisht dhe me bekim, por dhe Nano do të kthehej kryeministër në korrik të 2002-shit, për të vazhduar pasaj deri në 2005. Pra, brenda tyre janë dy faktorë, zhvillimet e përgjithshme politike në vend dhe zhvillimet brenda Partisë Socialiste. E kuptoj. Debatet në grupin parlamentar të Partisë Socialiste, por gjithashtu edhe KPD-ja e famshme, për cilën dua t'ju pyes se çfarë ndodhi në atë mbledhje, si e kujtoni ju, mbahen mend për kritikat e forta ndaj qeverisë socialiste dhe figurave të saj. Është fakt tashmë që edhe pranohet zoti Malaj se Nanoja doli të sjell demokracinë, apo jo, në Partinë Socialiste, po a ishte ai, po kaq i suksesshëm në mirëqeverisjen e vendit? Si mund t'i ndajmë këto gjëra? Por ma nisni ju lutem me pjesën e KPD-s. Duhet të përgjigjem tani. Po, faleminderit. Ja, e para Nano i fitonte gara dhe i fitonte me atë mitin që ishte krijuar dhe ishte një magnet për socialistët, po kishte edhe një vlerësim përgjithsisht pozitiv edhe në opinionin publik. Kështu që unë kam parasysh rastin ku Nano do të ballafaqohej me Majko në një votim për kryetarin e partisë. Majko ishte kryeministër. Ne kemi qenë një grup dashamirës që kemi punuar në të gjitha rrethet për këtë proces zgjedhor. Dhe përfundimisht votimi midis tyre merr për 34 vota. Do të thotë sikur 17 veta të votonin në krah të kundërt, do të thotë që do të fitonte Majko. E priste qetësisht rezultatin, po jo pa emocion. Në lidhje me KPD-n, domethënë ka vlerësime të ndryshme. Po, ka qenë momenti ku ka qenë tensionimi në pikë i marrëdhënieve Nano-Meta, apo jo? Si e përjetonte atë periudhë, çfarë ndodhi? Kishte një dualitet, një edhe dy do kishte edhe më shumë informacion se të tjerët. Qeverisja kishte disa rrisje potenciale dhe duhej o do të ndryshonte vetë, ose duhet të lëvizte nga qeverisja e vendit. Këto ishin argumentat kryesore të atij debati. Për sa i përket opinionit publik, ajo është cilësuar një nga, si thua, debatet brenda partive politike më të hapur në historinë e tranzicionit shqiptar. Për sa i përket brenda Partisë Socialiste, kishte një lloj hezitimi, sepse ishin të njëjtit shok, kolegë, ishin rritur, kishin përballuar sfidat, disa ndodheshin me ballafaqimin me Nanon, disa duhet të mbështesnin ata, domethënë kishte efekte. Ju vetë si e kujtoni në atë periudhë? Si do ta quanit marrëdhënien tuaj personalisht me zotin Nano?
Unë kam admiruar se të thash, kam mësuar shumë nga të bërit politik nga Nano e para, dhe dyta, unë nuk do t'i kisha përmbushur detyrimet për të pastruar sa më shpejt skemat piramidale nga ekonomia shqiptare, pa mbështetjen e tij e para thellësisht profesionale, ai ishte ekspert i ekonomisë, e kuptonte çdo gjë, nuk kishte nevojë ta lodhje për t'ia shpjeguar, dhe ajo mbështetje individuale dhe si kabinet qeveritar solli atë rezultat i cili ktheu, si thosh, atë situatën sociale nga risku për një konflikt politik në një mundësi për paqe sociale dhe për zhvillim ekonomik. Dhe marrëdhëniet tona ka qenë shumë korrekte. Nëse do t'i vinit një emër marrëdhënies tuaj, cila do t'ishte ajo? Unë do të thosha që ishte në thelb respekt reciprok. Nano kishte raste që acaroi, si gjithë të tjerët, edhe nëse bën një gabim në komunikim, edhe pa lëndaheshi me atë tensionin e debatit, për rreth një orë do merrte një telefon, do të ftonte zyrë, do fliste më qetë, në mënyrë që... A kujtoni ju ndonjë moment specifik që ka qenë i vështirë në marrëdhënien tuaj, por që është rekuperuar ashtu siç dinit ju të bënit? Ka pas një moment specifik, kemi pas një debat të vështirë, nuk po e ndaj thelbin e debatit, dhe unë jam detyruar të mendoja dorëheqje, dhe kam ikur gadinjia nga Ministria e Financës dhe nga Tirana, dhe pastaj jam kthyer me këmbguljen e kolegëve edhe me dëshirën e Nanos për të bashkëpunuar gjithmonë. E kuptoj. Dhe ndjesha komod, sepse thash, kishte aftësinë profesionale, kishte respektin dhe nuk dyshohej që të hante mbrapa shpinit nëse s'të pëlqente si individ.